Nëse kur i e vet i e shejtan, pasha Allahun para njerëzve nuk i e me laçe. Herdo kur do, Allah i ka me ta zbor thyrën. Nëse kur i e vet i ban do punë që tutesh mi bëu para njerëzve, që kjo të ban ti me kalu pinjetes në ekzistencë. Nëse do me jetu me Allahun Azza wa Jall, ta di se Allahu Azza wa Jall, raport jot me Allahun është çtu, definicion i drejt për drejt. Nëse do me di çysh je me Allahun, sot, hiç ma nesër. Tash në moment, kujtoj ditë të kalume kur i ka vetë çka ki bu. Veç, ka kujt ka po. Mendoj, nëse do me ditë 100%, pasha madhrinë e Allahut garanton se nëse ti je i mirë, vetëm me Allahun, siç thot Allahu Azza wa Jall, nuk do ta djeg trupin e besimtarit një sy i cili loton kur është vetë dhe kujton Allahun. Ne na të fol për të kundërtën e kësaj, për ata që shikojnë haram, që bojnë haram, që munon me gjithë skuta pa me bo haram. Çka i bie kjo? Që ti nëse je shejtan vetëmi, s'mundesh më kanë me laçën publik. Normal, thoj za folna. Do thonë nëse je i keq i vetëstanin vetëmi, ta di se çat publicitetin që e kallzon para njerëzve. Mashallah, unë takva, unë pesdhak namaz disen, Allahu Azza wa Jall herdo kurdo ka me ta qit ftyrën tane ku para këtë ummetit. Për këtë arsye, që thot Allahu Azza wa Jall, "Wa ya'lamu kha'inata al-a'yuni wa ma tukhfi as-sudur." Allahu Azza wa Jall e di tradhtin e sinit tane, di? Kur e kshir dika në shtremt. E kshir shtremt, ama ti kur do skimin njerën, ama ti e kshir shtremt. Allahu Azza wa Jall thot e di çdo tradhti, e di tradhtin edhe sinit tan kur fshir telefon. Kshir pak haram e hek se çe dikush. Nëse je vetë e kthejnë vet. E di Allahu Azza wa Jall. Për këtë arsye, nëse do mos me kalu prej jetesës në ekzistencë, ki kujdes me haramin.